gjithë kjo situatë është krijuar për një mbrojtje të mundshme për në një rast agresioni, pra që mund vi nga Serbia, e cila në krahun tjetër po tenton që të lidh marrëveshje të tjera për t'u përgjigjur. Në media është folur për Hungarinë, por edhe për vendet të tjera, por deri tani asgjë konkrete. Ndërkohë që në Kosovë kemi dhe zhvillime të tjera. Kryeministri Albin Kurti ka premtuar që buxhetin e mbrojtjes do ta çojë gati 1 miliard euro pra për të investuar. Për të folur për këtë që po ndodh në Ballkan, kemi të ftuar zotin Murat Makolli, njohës mjaftësisht çështjeve të sigurisë. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë ju. Zoti Makolli, si keni parë nismën, reagimet dhe tensionet që mund të shkaktoj, por edhe kundërpërgjigje nga Beogradi për aleanca të tjera? Nisma trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një nismë e mirë, kur të kaluarën kombatire për një nismë të tillë, dhe është realizuar. Mendoj se ato thirrjet e mia janë dëgjuar nga Ministritë të Mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe posaçërisht Kosovës, e cila ka qenë iniciatorja kryesore për themelimin një procesi të tillë, mbrojtjes, një marrëveshje të tillë mbrojtjes dhe funksionalizimit të ushtarakëve, kur kemi edhe shkëmbimin në shkollime dhe në sfera tjera të rrymës ushtarake. Po kush është forca ligjore e kësaj nisme? Apo është thjesht ajo që ju thatë më lart për shkëmbimet, pa ka forcë ligjore? Këta kanë bërë një marrëveshje, çdo shka është përcaktuar në atë marrëveshje, dhe unë mendoj që ka bazë ligjore, për shkak se ne e dim si çdo qytetar dhe çdo njeri që është sigurisë që Kroacia dhe Republika e Shqipërisë janë në NATO, dhe pa pas një bazë ligjore, asesi nuk kishin guxuar të bëjnë një gjë të tillë. Serbisë, ju mendoni që përse i dogji më shumë kjo marrëveshje? Për Shqipërinë, Kosova dihet qëndrimi. Për Shqipërinë kishim Open Ballkanin, marrëdhëniet e mira me kryeministrin Rama, ndoshta nuk e priste që të ishte Kroacia që ta formonte këtë aleancë për ta shtyrë më tej? Aleanca trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një iniciativë që një vit e më tepër që është bërë, gjithsesi nga Ministri i Mbrojtjes të Republikës së Kosovës. Dhe kjo është një nismë për mbrojtje, jo për të sulmuar fqinjet tonë, është për mbrojtje, për shkak se ne kemi parë në të kaluarën e afërt që Serbia është furnizuar shumë me makineri luftarake edhe në flotën ajrore. Kështu që ajo që thirret në Kroaci, për më shembull, ata konsiderojnë veten si pasardhës së lirëve, dhe një gjë të tillë ndërlidhet nga aspekti i zinxhiror Kosovës dhe Shqipërisë, që është pazavendësueshme. Një forcë e tillë është përballuese ndaj forcës serbe, për shkak se ne kuptojmë shumë mirë që forcat serbe armatosen çdo ditë më shumë, makineria e tyre zhvillohet çdo ditë më shumë, qoftë nga gjitha format e ndryshme, si ato të aviacionit, apo artillerisë, apo pjesës të dronëve dhe raketave, si nga Rusia, Izraeli dhe vende tjera. Serbia çdo çka bën që ta forcojë makinerinë vetë luftarake dhe ushtarake, për shkak që synimi i tyre është, siç kam thënë të kaluarën, për përsëriti Republika Srpska, pjesa e Malit Zi dhe Maqedonisë. Në këtë rast Kosova është minuar nga kjo marrëveshje, është minuar në aspektin e sigurisë, për shkak se çdo sulm ndaj Kosovës do të kemi një mbrojtje posaçërisht nga Kroacia dhe Shqipëria. Pra kemi nenin 5 të NATO-s te kjo marrëveshje trilaterale. Absolut. Kjo është marrëveshje e cila është kriju, por unë mendoj që është një pjesë
ilirike, por s'do të thotë kjo sepse në